Për transformimin e plotështrimës, në mandatin e dytë, do të realizojmë projektin Balkoni Panoram, pikërisht këtu në Kodrën e Rinisë, projekt ky që do të bëhet simbol i rekreacionit, i jetës rinore e sportive në komunën tonë. Kodra e Rinisë do të transformohet në një park të hapur për të gjithë qytetarët, me shtigje për ecje, gjelbrim dhe hapësira të reja publike. Projekti parashikon balkon panoramik dhe pika vrojtimi që ofrojnë pamje të mrekullueshme të qytetit. Kodra e Rinisë do të bëhet një pikë e re e identitetit për qytetin, vend i gjelbrimit, relaksit dhe energjisë pozitive. Qytetarë të dashur, vazhdojmë bashkë transformimin.